Fatmir Limaj sot u rizgjodhe edhe për 4 vite kryetari i nismës social-demokrate. Me këtë rast ai foli edhe për ngërçin politik që ka kapluar Kosovën që pas zgjedhjeve të nënshkurtit. Limaj tha se shteti nuk do të ndërtohet me inat e ego dhe se leadershipi është kur të i kalohet vetvetja, çka u pasi një mesazh në drejtim të kryeministrit Albin Kurti për t'i hapur rrugë koalicionit qeverisës midis tyre. Me inate, me ego nuk ndërtohet shteti. Leadershipi është kur e tejkalon veten, kur në situatën e pasgjidhshme e gjen zgjidhjen, kur në situatën e pakomunikueshme e gjen komunikimin, kur në situatën e pamundur e gjen të mundshëm për vendin ton. Ky është leadershipi, kjo është ajo që i duhet Kosovës, tha Limaj. Ai më tutje tha se nuk bën kurrë politika që të imponohet nga disponime ditore apo nga rrjetet sociale. As kam bërë dhe as do të bëj kurrë politika të cilat imponohen ose ndërtohen nga disponime ditore apo nga rrjetet sociale edhe kafenet, ka thënë Limaj në takimin e nismës social-demokrate. Kreu i lëvizjes Vetëvendosja Albin Kurti ka treguar se pse nuk ka një marrëveshje me kryetarin e nismës social-demokrate Fatmir Limaj për krijimin e koalicionit qeverisës pas zgjedhjeve të nënshkurtit. Kurti tha se është mirë që Limaj me nismën është kthyer në kuvendin e Kosovës dhe se kjo parti do të duhet ishte parti si motor me lëvizjen Vetëvendosje. Madje Kurti tha se nisma në koalicion me AK-n e ka ndihmuar partinë e Ramush Haradinajt që ta kaloj pragun zgjedhor. Takimet kanë kaluar në një atmosferë ku është rritur besimi, ku është rritur mirëbesimi, vullneti për bashkëpunim, mirë po ku nuk ka pasur mosmarrveshje, thjesht për shkak të një insistimi para kushti, madje as kushti, për bashkëpunim në të ardhmen për pozitën e kryeparlamentarit. Tash unë jam në koalicion para zgjedhor me Guxo dhe Alternativa, një partie me 3 deputet, t'ia japim kryeparlamentarin, kur e kam një parti që është dyfishi për nga numri i deputetëve. Kjo e dëmton pari parueshëm arkitekturën e marrëveshjes paraprake që Vetëvendosja e ka me Guxon dhe Alternativën, nuk ishte një gjë e mundur, tha Kurti, kur u pyet se pse nuk ja ka dhënë Fatmir Limajt postin e kryeparlamentarit, çka do ta çonte Kosovën në zgjidhjen e ngërçit dhe konstituimin e kuvendit. Kurti ka sfiduar edhe partitë e tjera që të votojnë kandidaturën e Albulena Axhiut për kryetare të kuvendit, duke u shprehur i sigurt se e ka shumicën e nevojshme për ta formuar qeverinë e re. Ai shton se nëse nuk arrin të sigurojë shumicën, kjo do të ishte një fitore politike për opozitën në Kosovë. Ata nuk besojnë që unë nuk i kam 61 vota për kryeministër, unë ju them atyre më testoni, nëse ata besojnë që Albin Kurti si ka 61 vota të deputetëve për të bërë kryeministër përsëri, e ka në dorë të më besojnë, le ta votojnë Albulenën dhe le të më testojnë mua. Nëse unë dështoj, pikërisht kjo do të ishte fitore për ta. Nuk do të ishte fitore për ta duke e bllokuar kuvendin dhe duke e pamundsuar korumin, tha Kurti. Më tej kryeministri në detyrë tha se beson se konstituimi legjislativ do të bëhej shpejt, derisa për emrin e Albulena Axhiut, e cila nuk ka arritur t'i marrë deri tash 61 votat e nevojshme për t'u ngjitur në krye të kuvendit, tha se ajo është propozimi më i dur nga Vetëvendosje. Ne kemi besuar që do ta kemi konstituimin e kuvendit shumë shpejt. Kemi propozuar Albulena Axhiun që është gruaja më e votuar si deputete në legjislaturën e 9. Besoj që është propozimi i dur, përveç se ne jemi të obliguar që ta kemi propozimin si parti fituese. 57 deputet ishin për Albulena Axhiun, nevojiten 61. Në mesin e tyre nuk janë vetëm të koalicionit, LVV, Alternativa dhe Guxo, por edhe deputet të pakicave. Nuk arritëm t'i kemi 61 dhe provuam disa herë, tha Kurti derisa 1-1 foli se si dështoi fillimisht formimi për komisionin për verifikimin e mandateve, e që sipas tij më vonë ata që e kundërshtuan e kuptuan se e kanë gabim. Kreu në detyrë i qeverisë tha më tej se duke parë se nuk i kanë 61 vota, provuan që zgjedhjen t'u jap presidentja. Kryetari i nismës social-demokrate Fatmir Limaj nuk ka pranuar të jap detaje për takimin me kryetarin e Vetëvendosjes Albin Kurti. Ai ka thënë se ulja në tavolinë nuk do të thotë që pajtohesh me atë që bisedon. Sipas tij, përgjegjësia kryesore është e tripartive të para. Këto tema janë shumë serioze, që me 2 minuta nuk përfundojnë as të sqarohen. Unë gjatë jam në politikë, kam dëshirë të jemi kujdesshëm, besoj ditëve në vijim, do jem në intervista më të gjata dhe do të jap mendimin e vizionin ton. Ajo që dua të them e po ndodh tash e 3 muaj, ju i dini, jemi liçësuar në publik, kemi bërë thirrje që për tema nacionale forcat politike duhet të bisedojnë, edhe kur nuk pajtohen. Ulja në tavolinë nuk do të thotë që pajtohesh, nuk ka asgjë u pajtuan, nuk u pajtuan,
Thash që në intervistë do të shpalosin vizionin e nismës. Kosova ka nevojë urgjente për themelimin e institucioneve dhe kjo do të bëhet përmes bashkëbisedimeve. Edhe nesër me shku në zgjedhje, pas nesër duhet me ul me bisedu. Kosova është shtet me shumë të lashe, nuk e kemi luksin me usjell si të tjerët në rajon. Të 3 partitë kanë përgjegjësi të mëdha për të dhënë kontributin që Kosova të ketë institucionet, ka thënë Limaj. Limaj tha se së shpejti do të krijohet shumica parlamentare. Siguroi që së shpejti do të ketë shumicë. Kur bisedoni ka një kohë të komunikimit, nuk mundesh me thënë po ose jo, duhet më gjerësisht kërkoj mirëkuptim. Duhet ta keni krejt këtu ku jemi. Ajo që mund të siguroj është se nisma do të japin kontributin për të tejkaluar krizën. Limaj tha më tutje se duhen veprimet e vendime që kërkojnë kompromis. Kjo do të thotë që po ndodh, ne jemi në rrugën e drejtë. Po tregon që po jep shpresë. Në Kosovë po bashkohen zërat racional, në kohën kur dominojnë papërgjegjshmëria dhe arroganca politike, kur ka nevojë për zëra racional, kur kuptohet politika që është bashkëbisedim. Jo rrallë në këto muajt e fundit kemi parë që është keq kuptuar rit të qenurit politikan. Jemi parti serioze e pjekur politikisht, dim të ballafaqohemi me sfidat. Shteti i Kosovës është mine, jemi të zgjedhurit jo për të bërë gara, por vjen një moment që duhet të fitojë Kosova. Politikanët që din të bëjnë kompromise, din të bëjnë zgjedhje, po bashkohemi burra dhe gra, që ky zahet kjo platformë të fuqizohet, po përgatitemi për zgjedhjet lokale, por edhe për të marrë përgjegjësinë institucionale për aq kohë sa i takon kësaj partie, ka deklaruar Fatmir Limaj.